Pikërisht pse është paralajmëruar Serbia që do të ketë intervenim në veri, tash nuk duhet të ketë intervenim. Aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës ja vun emrin Adem Jashari për ta shitur më kollaj e më shpejt, kurse autostradës ja vun emrin Ibrahim Rugova për të vjedhur më kollaj dhe më shumë. Nacionalizmi dhe patriotizmi i kësaj qeverie janë lubrifikant për neokolonializmin. Kjo është arsyeja politike dhe konceptuale pse qeveria e Kosovës nuk bën të përkrahët as kur është aktive, se jo më kur është pasive. Mirë po, edhe arsyeja politike dhe operacionale na thot të mos e përkrahim qeverin në gjestet e ardhshme që orvatet të shes si aksione nëpërmjet mediave të saj. Pikërisht pse është paralajmëruar Serbia që do të ketë intervenim në veri, tash nuk duhet të ketë intervenim. Sepse Serbia është mobilizuar dhe ka plan për strukturat e saj, për dallim nga qeveria e Kosovës që thotë se do ta përsëris 25 korrikun, kur bëri një gjest pa strategji dhe mandej u zbraps. Kjo qeveri e paralajmëroi një përsëritje të intervenimit të 25 korrikut. Ky paralajmërim vetëm sa e përgatit dështimin e ndërhyrjes dhe jo ndërhyrjen si të tillë.